Sa i përket vizitës së shefit të shtabit të ushtrisë shqiptare me shefin e shtabit të ushtrisë së Kosovës, padyshim është treguese dhe bazohet kryesisht në marrëveshjen tripalqe, ku në këtë marrëveshje do të kemi implikime të drejtë për drejta progresive sa i përket doktrinës ushtarake, sa i përket operacionalitetit, pra bashkëpunimeve operacionale mes ushtrisë së Kosovës dhe ushtrisë së Shqipërisë, dhe njëkohësisht do të kemi një segment tjetër rëndësishëm ai teknologjik, pra të industrisë ushtarake, ku Kosova dhe Shqipëria do të prodhojnë dhe do të prodhojnë mjete të blinduara, armatim, të cilët do t'i përshkruhet në etiketën e tyre Med Kosovo and Albanian. Pra, në aspektin doktrinor do të kemi një doktrinë të përbashkët operacionale mes ushtrisë së Shqipërisë dhe ushtrisë së Kosovës, në aspektin e operacionalitetit FSK-ja dhe forcat armatose të Shqipërisë do të bashkëpunojnë në krijimin e paqes dhe stabilitetit, sepse deri më tani ne do duhet ta kuptojmë qartazim që ushtria e Shqipërisë, vizita e saj i shefit të shtabit edhe me komandantën e KFOR-it nuk është vetëm si reflektim i sigurisë, por është një tregues e një pozicioni strategjik të forcave të armatosura shqiptare në kuadër të Aleancës Veriatlantike, duke marrë përgjegjësitë dhe duke ofruar stabilitet në misionet e saj, qoftë në KFOR, qoftë edhe në misionin e NATO-s në pjesën e Bosnjës së Hercegovinës. Mesazhi i vizitës së shefit të shtabit të ushtrisë së Shqipërisë në Kosovë ka edhe mesazhin politik dhe mesazhin ushtarak. Mesazhi politik është që ushtria e Shqipërisë do të akseptohet dhe duke u pozicionuar si një forcë kompatibile dhe operacionale me forcat ndërkombëtare, duke dhënë besimin që ta udhëheqë misionet përkatëse që në 2027 kemi zëvendës komandantin e KFOR-it nga ushtria shqiptare. Në aspektin ushtarak është një tregues e qartë që Kosova do të ketë rrugtimin e saj përmes Tiranës, përmes ushtrisë shqiptare në integrimet euroatlantike, të cilit ka si synim strategjik.